për hajër, më duket se kom shinte mi ose po këndojnë ose po bëjnë seks, I don't really know, and I don't really care. Okej, është kamera me lodhur që mund të kisha gjetur ndonjëherë. Ky është epizodi 2. Falenderoj shumë për komentet, për të gjithë për krajen, ka qenë vërtet një gjë shumë e bukur sepse ishit shumë prej jush që komentuan pozitivisht. Çuditërisht, është vërtet që kam kërkuar nga ju sugjerime të ndryshme dhe kam përshtypjen që disa nga ju e kanë kuptuar çfarë lloj sugjerimesh, disa të tjerë jo. Kam edhe disa kritika të tjera që ju më keni dhënë, si për shembull faktin që duhet të flas për thashetheve, duhet të flas për VIP-a të njohur, nuk duhet të flas për ato që unë dua të dëgjoj, por për ato që publiku apo shumica do të dëgjoj, të mos përdor fjali të vështira dhe të mundohem të censuroj veten sepse e hap gojën paksi shumë. Unë sigurisht do i marr përpas të gjitha dhe do t'i përdor të gjitha në emisionet e radhës, patjetër. Kam marrë shumë pyetje për sa i përket teksteve që unë shkruaj, edhe thash, pse jo, kësaj radhe do jetë një si tip tutoriali që t'ju shpjegoj juve se si mund të shkruani një tekst të suksesshëm. Fatkeqësisht nuk ekzistojnë rregulla apo instruksione të shkruara, kështu që do më duhet thjesht t'ja u tregoj se si ndodhi gjithë procesi. Regjistrimi që do të vi tani është pikërisht një video e cila ju të shpjegon procesin që unë ndjek për të shkruar një tekst të suksesshëm. Një tekst këngë të jetë i suksesshëm është e domosdoshme që të shkruhet natën vonë. Le të bëjmë pak art, shall we? Po më vjen gjumë. Monster power! Tani mund të shkruaj një roman brenda natës. Okej, po më hajt buk. Të gatuaj diçka të shëndetshme. Instant ramen! A tani po që mund t'ja nis punës. Nuk jam i frymëzuar. Do lidh flokës si ajo tipja ata e filmi që kur i lidhte flokët i vinin i det. Tada! Ndoshta lidhja e flokëve stimulon neuronet për të prodhuar ide geniale. Po dal nga tema. Okej, kënga. Do të flasi për dashurinë sigurisht. Këngëtarët që nuk do të më kërkojnë një këngë për dashurinë do t'ja bëj tekstin falas. Nuk po më vjen asgjë. Duhet frymëzohem. Le të ndezi një temjan për të krijuar atmosferë. Të frikdritat? Jo, po më vjen gjumë. Pak letërsi. Turbul avullo diqus jar kazan valo. Jo Macbethin, nuk mund të frymëzohem për tekste dashurie me Macbethin. Të provoj të shoh diçka në televizion. Telenovel. Shumë e sheqerosur. Film horror. Trupi dhe shëndeti. Channel X. Si dreqin po e bëjnë atë? Shumë perverse. Game of Thrones. Dhe prap shumë perverse. Ja, mos vdis. Tirana TV. Ndoshta më duhet një këngë. Nuk dua të influencohem. Ndoshta një muzikë që nuk e kam dëgjuar asnjëherë. Ndoshta duhet bëj atë. Po kam kohë pa e bër. Po sikur ta bëj edhe të më frymëzoj. Okej, vari lesht. Do e provoj. Dështim total. Think. Nuk mund të jemi tre. Nuk mund të jemi tre. Jo, e vetmja fjalë që më rimon me tre është diare. Si është dashuria? Çfarë është dashuria? Nuk e dal dot. Heq dorë. Do e them t'ja bëj dikush tjetër tekstin. Nuk kam si të shkruaj një këngë për dashurinë kur nuk jam i dashuruar. Duhet të byroj nga zemra. Nuk ka si të ndodh. Dua të them, një zemër është e heshtur kur nuk është e dashuruar. Kjo është mënyra se si unë e shkruaj një tekst. Dhe është mënyra më e mirë sepse e kam shpjeguar unë. Gjoja. Jap se s'po vinte frymëzimi, ky temjani mbaga në mut. Nëse kjo video ju pëlqeu, ju lutem të bëni like dhe subscribe sepse videot të tjera do të vinë në çdo të hënë. Mos harroni të merrni ilaçet për të luftuar krizat dhe gjithashtu për të shmangur overdozën, ju sugjeroj të merrni pas ilaçeve një dozë të madhe dashurie për veten dhe vetëvlerësimi.